Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural zhvilluan të martën një takim të zgjeruar me drejtuesit e bankave tregtare dhe shoqatën shqiptare të bankave për të analizuar ecurinë e skemës së garancisë sovrane për sektorin bujqësor dhe programit të financimit të biznesit mikro, të vogël dhe të mesëm. Takimi u mbajt në mjediset e Ministrisë së Financave me pjesëmarrjen e Ministrit të Financave Petrit Malaj, Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, si dhe drejtues të lartë të sektorit bankar. Qëllimi i diskutimit ishte vlerësimi i progresit të deritanishëm në zbatimin e instrumenteve të financimit, identifikimin e sfidave që ndikojnë në kreditimin e ekonomisë reale dhe përcaktimi i masave konkrete për përmirësimin e aksesit në financim për fermerët dhe bizneset e vogla. Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi se bujqësia mbetet një prioritet strategjik për qeverinë, sidomos në prag të integrimit të ekonomisë shqiptare në tregun e përbashkët evropian. Sipas tij, skema e garancisë sovrane duhet të shërbejë si një mekanizëm që përshpejton rritjen e produktivitetit dhe vlerës së shtuar në zinxhirin prodhues. Ndërkohë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko vlerësoi skemën si një instrument plotësues që përmirëson transmetimin e kreditimit drejt ekonomisë reale, duke ruajtur njëkohësisht stabilitetin financiar dhe menaxhimin e kujdesshëm të rrezikut. Ai theksoi nevojën për adresimin e disa çështjeve operacionale me qëllim rritjen e efektivitetit të skemës. Nga ana e tij, ministri i Bujqësisë Andi Salla u shpreh se skema ka nisur të japë efektet e para me rritje të interesit dhe aplikimeve nga fermerët dhe bizneset agropërpunues. Ai garantoi vijimin e asistencës dhe informimit për përfituesit potencial. Drejtuesit e bankave tregtare konfirmuan një gjallërim të aplikimeve në muajt e fundit dhe theksuan se aktualisht ndodhen në proces vlerësimi të disa kërkesave për financim. Ata propozuan gjithashtu disa masa për të rritur efikasitetin e përdorimit të skemave, propozime që do të shqyrtohen në takimet e ardhshme. Institucionet pjesëmarrëse riafirmuan angazhimin për bashkëpunim të ngushtë me synim rritjen e aksesit në financim, nxitjen e investimeve dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik me fokus të veçantë në sektorin e bujqësisë dhe ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme.